Të dashur dhe të nderuar antar të kishës adventiste, udhëheqës dhe drejtues të saj, i dashur Andreas, miku im, është një nder dhe privilegj i veçantë për mua, që me këtë mesazh që uroj ju në 30 vjetorin e veprimtarisë tuaj në Shqipëri. Ardhja juaj e misionarëve të adventistë të kishës së ditës 7 ishte një ngjarje shumë e rëndësishme për besimet fetare në Shqipëri. Një burim i ri të pasurimit shpirtëror të shqiptarëve mori jetë, dhe kjo parasgjithash nga përmbysja e diktaturës staliniste të Enver Hoxhës në Shqipëri. Përmbysja e diktaturës bëri të mundur që Shqipëria, vendi i besimeve fetare të ndaluara me kushtetut, të shtrohet përsëri në vendin e besimeve të lira fetare dhe tolerancës fetare par excellence. Në këto 30 vite, kisha adventiste është zgjeruar, numëron me mira antar të saj, ka shtrirë degët në qytetet të mëdha të vendit, ka ushtruar një veprimtari bamirëse, edukative dhe të shumanshme, me të cilën ajo ka fituar zemrën, mendjet, mirënjohjen e dhjetra mira, qindra mira shqiptarëve. Antarët e kishës adventiste, si samaritan të vërtet, kanë ndihmuar në këto vite me mira familje, njerëz në nevojë, njerëz të smur. Dhe kjo ka bërë që ju sot të kremtoni së me antarët e kishës adventiste dhe me shumë dashamirës të tjerë të gjitha moshave, të rinisë, të moshuarve dhe shtresave në nevojë. Antarët tuaj janë misionarë, por unë do të urfej sot për një antar të shquar tuaj, i cili në takimet që unë kam patur ka treguar interes të veçantë për mbështetjen tuaj nga qeveria e atyre viteve të para. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter, në vizitën e tij të parë në Shqipëri, në shtator të vitit 1993, në një bisedë miqësore, do më kërkonte që të mbështesja veprimtarinë e kishës tuaj. Unë e garantova presidentit Carter se Shqipëria është dhe do mbetet vendi i lirisë fetare.
kam patur rastin të takoj përsëri dhe ai ka qenë shumë i kënaqur me gjendjen, me rrugtarit e Kishës Adventiste në Shqipëri. Edhe njëherë, urimet e mia më të përzemërta të gjithë komunitetit tuaj, antarëve dhe drejtuesve të Kishës Adventiste në Shqipëri, urimet më të përzemërta në këtë përjetor. Faleminderit, gëzuar.